Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme të atyre që mbrin në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Taksat e papaguara, siç regjistrohet makina. Falje e detyrimeve tatimore dhe gjobave për 140.000 automjete, procedurat e nxjerrjes nga qarkullimi të makinave me borxhe, po i mbajtët paguhen vetëm kamatat, nuk keni dokumente, mjafton denoncimi në polici. Avionin i ishëm, lirohet piloti italian, gazetari Artan Hoxha, më ktheni celularët. Vajza e dritoroa golli, dritoroj është mirë. Statusi në Facebook dobësi e imja. Elona shkroj, po lufton me errësirën. E vërteta e sëmundjes së shkrimtarit, e bia, më porositi t'i blej pen dhe boj. Nga Mesila Doda botohet opinioni ditës me titull Rubrika e marrëzis, lajme të reja nga fqinji ynë jugor. Nga Mojkom Zeqa, një ekskluzive botohet në rubrikën opinion me titull Politikanët tanë pro-Trump dhe anti-Ram estrad. Kryediplomati grek Kocias provokon Ramën, kujtoni se integrimi është shëtitje. Replika Domnik Ugjini, përgjigjen ndaj Pëllum Xhufit për kishën e Shkodrës. Universiteti Bujqësor, 163 përfituesit e bursës së plot, lista emërore botohet në brendësi të gazetës shqiptare. Opozita Edmond Spaho, aleatët nuk do t'jenë më në listat e Partisë Demokratike. Në rubrikën VIP Pages nga Gerlina Kodeli vin artikujt që sjellin titujt Noizi, një mask floriri për fytyrën. Java e modës në New York, Mrika Krasniqi, shansi madh për ne. Dy velin meshkuj në televizion, kënaqësi të përdoremi nga femrat, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama, ndryshimi nga 2013, lista e deputetëve të Partisë Demokratike, emrat që përjashtohen. Ndryshon skema e Partisë Demokratike me aleatët për listën e deputetëve në zgjedhjet e qershorit. Emrat që përjashtohen, Basha, si zgjidhen kandidatët. Brokaj në krah të qoses për ndryshimin e kufive. Majko me slogane, nuk kemi më Blair dhe Clinton. Ish ministri mbrojtjes pro shkëmbimit të territoreve me Serbin. Propozimi i qosjes në tavolinën e bisedimeve. Zbardhet dëshmia, rrëfimi plot i biznesmenit për Shullazin, i lash 50.000 euro në dorë. Dokumenti, Enveri, Nexhmia ka qenë një herë fashiste. Ish kreu i arkivit publikon analizën e diktatorit në 1952. Dokumentet nga Tims, udhëtime me Ismailejn në Prag, djali i Berishës, ja e vërteta. Konferenca, Fondi Monetar Ndërkombëtar, takse re për shtëpit sipas vlerës së tregut. Flet eksperti Fadil Kepi, kushtet për të përfituar pension familjar. Një opinion nga Fatos Lubonja mban titullin Fitoria e Trumpit dhe opozita. Nga Florian Kalaja, pse u pezullua ligji i vetingut. Nga Ergys Mërtiri, media për te i shkullakut. Nga Sorina Koti, ekonomia dhe viti elektoral 2017. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, vendimi, paga dhe pensionet, ja sa rritën. Fondi Monetar miraton projektin 8.9 miliard lek për pensionet dhe rrogat. Llogaritja, sa marrin dhe sa do të përfitojnë pensionet e ulta dhe ato të larta. Administrata, mësuesit, policët dhe ushtarakët, tabela e plotë e shtesave në rrogë pas negociatave me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Përplasja, shesin qumshtin me faturë në baxhet e vogla, nuk u japin subvencione. Polemikat, Greqia kërcënon me integrimin në Bashkimin Evropian. Rama i kujton Ali Pashën. Kocias, problem nacionalizmi dhe lufta ndaj drogës. Ushtarët shqiptar bën simbolin e Shqiponjës, kërcënohen me burg. Një opinion nga Arben Rozhani mban titullin E vota, apo 3 maskaren që denoncon profesor Fuga. Emigrimi, aplikimi, studentët e nxënësit punësohen pa vizë në Gjermani. Kandidatët e opozitës, të vjetrit e Partisë Demokratike mësojnë me miq për votat online, aleatët jashtë listave. Selia Blu përfshihet nga gara në internet. Spaho, në koalicion të vejli do të konkurojnë më vete. Nuk e bëjmë gabimin e vitit 2013. Hetimet në Kruj, Durim Bami i papun, zbulohen prona 30 milion lek. Prokuroria zbardh pasurit,
por nuk i justifikon me të ardhurat. Verifikimet për 4 vite për të akuzuarin për çështjen Doshi. Gjykata e arbitrazhit KAS rrëzon Serbin, Kosova luan futboll në FIFA dhe UEFA, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo në faqen e parë titujt Drejtësia e re, kaos në formimin e institucionit të parë të reformës. Kriteret dhe kushtet që duhet plotësojnë kandidatët për antar të KED-it është Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, i pari organ që lind pas reformës së verës. Janë lexuar dhe interpretuar ndryshe nga Prokuroria e Përgjithshme dhe nga Gjykata e Lartë. Reformimi i drejtësisë duket se fillon me një ngërsh nga përplasja e 2 ligjeve. Basha vin në Tiranë me lajme të mira nga Washingtoni. Pjesëmarrjes në përurimin e presidentit Trump në Washington dhe pranis në Asamblen Politike të Partive Popullore Europiane, Basha tha se lajmi kryesor për Shqipërinë është era e re e fuqizimit të qytetarit, që ka nisur me zgjedhjen e presidentit të ri të Shtetet Bashkuara të Amerikës, si dhe mbështetja e plotë që Partitë Popullore Europiane i japin Partisë Demokratike në betejën e saj për zgjedhje parlamentare të lira dhe të ndershme në 18 qershor. Ekonomi, mbyllet marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ammetej, takohemi pas zgjedhjeve. Forumet UET, Dashamir Shehi, Basha të tërheq karrocën e Partisë Demokratike pa Berishën. Militantizmi, i gjithë populli në parti. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Darovitja elektorale. Editoriali sotëm është shkruar nga Ervis Iliazej, titullohet Internacionalja e nacionalistëve. Nga Eugen Merlika, komenti marrëveshje e posaçme mirë kuptimi. Nga Gentian Kaprata, ja si duhet hartuar plani i Tiranës. In memoriam Willi Kamsit, aristokratit të mbram të bibliotekës shqiptare. Në brendësitë gazetës Mapo sot është suplementi Mapo Ide. A do të mbijetoj fryma liberale? Janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, Karavastaja, baza e nisjes së skafeve të drogës. Krimi shtetëror, laguna e Pelikanit Kaçurel dhe këneta e ngjallave po shkatrohen nga ekskavatorët që përthellojnë kanalin duke shkelur konventën ndërkombëtare. Nën maskën mjedisore fshihen tonelatat e drogës që kanë mbushur tunele dhe pyjet e Divjakës dhe që trafikohen me skafe nëpërmjet kanalit drejt Greqisë, Italisë dhe Malit të Zi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve hap thesin, 3 miliard lek për 12 parti. Ndërkohë që qindra pensionist, minator, invalid, ushtarak, ish të përndjekur, pronar dhe shtresa në nevojë janë pa paga, partitë parlamentare marrin për veten e tyre rreth 3 miliard lek për fushatën e 18 qershorit. Një opinion nga Papa Francesku mban titullin Liria e medias dhe lajmi i mirë. Nga Bernard Zotej, ushtria Alipash Tepelenës. Unioni i Gjyqtarëve, Gerd Hoxha, manon shkurt në kushtetuese për statusin, ligjit cënon pavarësinë e gjyqësorit. Beteja me klanin Soros, sot gjyq kundër Fatmir Xhafait për anullimin e paligjshëm të garës për avokat i popullit. Detyrimet e shtetarëve, gjysma e këshilltarëve janë debitor të operatorit shpërndarjes energjisë elektrike dhe ujësjellësit, nuk paguajnë prej vitesh. Kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, Dr. Bujar Leskaj. Sajt watchdog të qytetarëve dhe parlamentit, detyrë parsorë e institucioneve supreme të auditimit të kontrollojnë se çfarë ndodh me paranë publike. Dokumentar për Dritorova Gollin, flet Ilia Tërpini, vizita në Shën Peterburg ose Leningradin e dikurshëm dhe xhirimet e filmit për nderin e kombit Dritorova Golli sipas kujtimeve të ish studentëve. Dosje dhe histori. Faik Quku zbulon misteret e luftës së dytë botërore. Kol Bib Mirakaj, ministri shqiptar që shpëtoi 2000 hebrejnë. Frank Shkreli, më në fund një e vërtet historike. Mozaik dhe aktualitet, dëshmia tronditëse e George Soros, unë hebreu që bashkëpunova me nazistët në moshën 14 vjeçare. Ernest Jakova, urdhëri për vrasjen e Gjinishit, 3 figurat e luftës antifashiste nacional shërimtare, prishja me Bashkimin Sovjetik dhe plenumi 1971-shit. Fatmire Fica, një testament për futbollin shiakas. Sot, Federata Shqiptare e Futbollit përballë arbitrat me kapitenët, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, 2 sekser, Shkëlzeni dhe një ambasador i vdekur. 5 udhëtimet e Shkëlzen Berishës në linjën Tiranë-Vjen-Prag,
kush e shoqëronte dhe si lidhet vdekja e papritur e dëshmitarit të takimeve të tij në kryeqytetin çek me përplasjen Meta Berisha në Tiranë. A është fotoja me ushtarët që bëjnë Shqiponjën një lojë shërbimeve greke? Kush po tenton të nxjerrë shqiptarët si zjarrvënës të Ballkanit? Nga Arbenduka vijnë vargjet: popullit i është marrë pushteti dhe s'do t'i kthehet asnjëherë. Mojkom Zeqo, kujtime, rinia, kultura dhe ardhmja, refleksion në 25 vjetorin e Forumit Rinor Eurosocialist Shqiptar. Si llogaritet pensioni, statusi i naftëtarëve, procedurat e plota të daljes në pension dhe përfitimet, dokumentacioni i duhur. Nga Entela Resuli botohet portreti me titull Kush është kryebashkiaku i natës? Nga Pranvera Kola, shërbimet që mbulon shtetin në spitale. Pas një postimi në Facebook, nga Xhevdet Sheu vjen artikulli Dritura Agolli në gjendje të rëndë shëndetësore, letër vajzës së tij. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, kryetarët aleat jo në listat e Partisë Demokratike. Kryeministri Rama, drejt rilindjes së fshatit, gati programi i ri i rindërtimit. Editoriali sotëm mban titullin Kushtet e koalicionit të ri. Lëvizja Socialiste për Integrim kryeministrin, ndërsa Partia Socialiste presidentin. Një analizë nga Ben Andoni mban titullin Shqipëria dhe Serbia nuk janë aq faktor sa ta ndajnë Kosovën. Nga Sadedin Çeliku botohet komenti Strategji opozitare e Partisë Demokratike. Qëndrimi, debate Tirana-Athinë për foton e ushtarëve. Piro Lutej, Greqia sjellje raciste. Vizita, Klosi, takim me ministrin britanik, kërkesë për njojën e pensioneve. Kryebashkiaku Veliaj, po japim formë projektit të Tiranës me shumë qendra. Intervista, historia oficerit Gani Muho që përloti të gjithë shqiptarët. Tritan Sheu, proces verifikimi në grupin e Partisë Demokratike, nuk duhet të ketë të inkriminuar. Ministri, mbyllet programi me Fondi Monetar Ndërkombëtar. Arben Ametaj, marrëveshja ishte tejet e suksesshme. Një speciale nga Zenepe Luka mban titullin 15 vjetori krijimit të fondacionit Nermin Vlora Falaski. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot nis puna për ngritjen e strukturës posaçme antikorrupsion. Fatmir Xhafaj dhe ekspert Euralius në Zagreb për të marrë shembullin kroat, asistencë nga USKOK për arrestime VIP. Fillon ngritja e Këshillit të Emërimeve në drejtësi, zbardhet udhëzimi i kuvendit, ja si do bëhet hedhja e shortit dhe procedura që do ndiqet. Bashkimi Evropian shton kushtet për hapjen e negociatave. Han, ligji i vettingut nuk mjafton, arrestoni politikanët e korruptuar. Spartak Ngjela, ja skema që do ndjekin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për luftën ndaj korrupsionit. Pas batuar reformën në drejtësi, nuk ka zgjedhje të lira. Vendimi për shëndetësinë, qeveria shkurton 240 vende pune në spitale, Ushtaraku 120 punonjës të rinj. Fondi Monetar Ndërkombëtar, Shuplaka Metaj dhe Sejkos, ulni kredit e këqija dhe borxhin, mlidhni të ardhurat e buxhetit dhe përmirësoni klimën e biznesit. Rikthehen tensionet Tirana-Athinë, ministrat grek paralajmërojnë Shqipërinë, mos luani me nacionalizmin, negociatat varen nga ne. Nisin ethet në Partinë Socialiste për listat e zgjedhjeve të 18 qershorit. Rama verifikim deputetëve, kërkon raporte për angazhimet në bazë. Thellohet skandali me Qez, Shkëlzen Berisha dhe Kastrioti Ismailej 4 udhëtime bashkë drejt Pragës, zbardhen hyrje daljet në Dogan. Votimi elektronik për çan Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Antarët demokrat kundër Denar Bibës kërkojnë dorëheqjen e kryetarit. Basha sfidon Berishën. Asnjë aleat nuk do të futet në listat e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 18 qershorit. Një koment nga Ramazan Sherja mban titullin Sikur demokracia të kishte nisur ndryshe. Nga Besi Bekteshi, i kemi dy shembuj burrash të fortë edhe ne. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Berishët plaçkitë rreth 400 milion euro nga Qez. Zenin në Prag me Kastrioti Ismailejn. Romeo Karaj, pas vizitës së tij me Shkëlzenin në Prag, Kastrioti Ismailej mori 1.5 milion euro nga Qez. Nga Merobaze botohet editoriali me titull 2 sekserët e Qez dhe vdekja e dëshmitarit Tepshi.
Alfred Mojsiu, reforma të nis me gërdesin dhe 21 janarin. Dash Shej, Basha ta udhëheq karrocën e Partisë Demokratike pa Berishën. Apo përdor Adriatik Lalla dhe Rovena Gashi për hakmarrje dhe qëllime personale prokurorinë e përgjithshme? Intervista, Anastasia Nolatos, kisha u ngrit nga gërmadhat për të u bëra lypës ndërkombëtar. Nga Skënder Mingjozi botohet artikulli llogaritë elektorale dhe ato personale të Ilir Metës në 18 qershor. Nga Ben Andoni, Shqipëria dhe Serbia nuk janë aq faktor sa të ndajnë Kosovën. Nga Eduard Zaloshnja, Lëvizja Socialiste për Integrim, në mes apo majtas. Antena brenda familjes, vërshojmë propozimet për deputet në faqen e Partisë Demokratike. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55 në faqen e parë titujt Tahiri Velia, ndjejnikjen e Ramës. Ngërçi para elektorali Partisë Socialiste dhe mungesa alternativës dhe aleatëve për fushatën e vështirë që po vjen, kanë sjellë ashpërsimin e përplasjeve brenda klaneve të rilindjes. Teknologjia, jo çështje kohe, nuk ka futje duarsh në vullnetin e qytetarëve. Partitë Popullore Europiane rezolut për Shqipërinë, të sigurohen zgjedhje të lira dhe zbatimi dekriminalizimit. Intervista, Basha, nga Washingtoni vi me lajme të mira. Administrata Trump do mbështes qeverinë e Partisë Demokratike. Skandali, Veliaj në tetor me pushime, manipulon me kasetat, televizionet e shfaqin në inaugurime. Nën kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spao takim me zëvendës ministrin e punëve të jashtme të Italisë Vincenzo Amendola. Votimi dhe numërimi elektronik kusht thelbësor për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Bashkia e Kamzës i çon 130 projekte Ramës. Kryeministri Hakmarrës nuk thret mziun në takimin me vendorët. Nga Idris Zeqiraj botohet artikulli Copza biografike dhe kujtime për Ibrahim Rugovën. Forum, nga Paul McCleary botohet artikulli A e ndihmuan ushtrinë ruse sanksionet perëndimore? Nga Joachim Bittner, rusishten Merkeli e di, por tani duhet të mësoj trumpishten. Nga Kastriot Marku, in memoriam, Villi Kamsit, aristokratit të mbram të bibliotekës shqiptare. Një dosje nga Kastriot Dervishi na çon në vitin 1952. Deklarimi i Enver Hoxhës për bashkëshorten. Ishte një herë fashiste, por duhet të lexoj më mirë. Janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, tatimi i ri mbi pasuritë, mbi bazën e çmimeve të tregut, Fondi Monetar Ndërkombëtar, aplikimi në të gjithë vendin deri në fund të vitit. Regjistrimet do të bëhen në kadastrën fiskale në emër të pronarit. Ministri e Zhvillimit Urban, lejet e ndërtimit, si të aktivizosh falas kartën e identitetit. Kompensimi pronave, lista me përfituesit e rinj të fondit financiar. Ministria e Financave përfundon draftin. Gati amnistia fiskale, ja kush do të përfitojë. Falja e gjobave dhe detyrimet që fshihen 100%. Simboli i Shqiponjës, ministri Kocias shantazhon qeverinë shqiptare. Rama i përgjigjet me hartën etnike. Deputeti shqiptar në Bruksel të largohen nga Shqipëria Dule, Bollano dhe Janullatos, cënojnë sigurinë kombëtare. Humbasin 60 miliard lek, bankat fshin kredite humbura. Punësim sezonal në Gjermani, si të aplikoni? Parate pista, rregulloria e re e bankës, si do monitorohen dhe raportohen transaksionet e dyshimta. Një opinion nga Redi Sheu mban titullin Reformë tërësore në vend të arënimeve elektorale. Nga Mentor Kikia, është vetëm një foto të rinj o budallëj. Nga Faik Islami, tragjedi pafund mbi bujqësinë. Klubi i Ballkanit veçon artikullin e Lutfi Dervishit me titull Gënjeshtrën ta puthësh në ball. Bedri Spahiu, misteret e Enver Hoxhës, si e denoncova te Titoja, por e pësova si Nakospiru. Këshilla mjekësore, alergjit tek të moshuarit, përkeqësojnë zemrën dhe mushkrit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard, interesat e kupolës, lista dhe kostot, zbardhen pazaret e qeverisë me privatët që po shkatrojnë financat shqiptare. Koncensionet dhe çdo gjë që fshihet pas tyre, si grupi qeveritar, ka krijuar rrjetin e borxheve me partneritetin publik-privat. Sa do të na kushtoj? Basha, votimi elektronik, çështje vullneti. Partitë Popullore Europiane rezolut për zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Rindizen debatet, Kocias, Shqipëria mos luaj me nacionalizmin. Rama hap debat të ri me figurën e Ali Pashës.
Një opinion nga Albano Zhapaj mban titullin "Bordet drejtuese të universiteteve publike uzurpohen nga jesmenët e rilindjes". Kushti për Bashkimin Evropian, Komisioneri Hahn, ndëshkoni zyrtarët e lartë dhe politikanët që bëjnë korrupsion. Në Tiranë, arrestohen 39 vjeçari, tentoi të përdhunojë një vajzë te rruga Elbasanit. Avioni drogës, lihet i lirë piloti italian Guido Guidi, në këmbim të garancisë 10.000 euro. Gjyqi Mark Frokut hartoi raportin, ekspertja e prokurorisë nuk kam licencë për të ushtruar profesionin. Një ditë në Tiranë, kryeqyteti i paralizuar nga trafiku dhe kaosi në çdo orë të ditës. Në brendësitë Gazetës Standard sot është suplementi shëndet dhe estetik. Domatja, perimja që lufton çdo sëmundje. Rreziku kur pini barnat pa ujë, janë titujt e faqes së parë të Gazetës Standard. Gazeta Fryma e Re në faqen e parë titujt "Reforma zgjedhore, Fryma e Re demokratike, keqardhje që procesi dështoi. Shqipëria shkon në zgjedhjet e 18 qershorit pa ligj zgjedhor. 21 janari, 6 vjet nga vrasjet në bulevard, asnjë i ndëshkuar." Redaksionalja e sotme mban titullin "Mësimet nga 21 janari i 6 i masakrës së bulevardit". Ekonomi, bizneset e agroindustrisë, taksat dhe tarifat po na marrin frymën. I 45 në Amerikë, betimi i presidentit Trump kthyen pushtetin te populli, ndryshimi ka filluar. Nga John Croy botohet artikulli "Njeriu Davos dhe protagonizmi i Kinës". Në diktaturë, ku rreshpja, shllaku, zorba ishin të shtrënguar me jetu pa u vënë re. Sport, lojtarët shqiptar, Hysaj dhe Berisha në superform në Serie A, janë titujt e faqes së parë të Gazetës Fryma e Re. Gazeta Rilindja Demokratike në faqen e parë titujt "Lajmet e mira nuk do vonojnë". Takimet nga Washingtoni në Bruksel dhe Berlin. Rezolute e partive popullore europiane që kontrollojnë Bashkimin Evropian. 3 kushte Ramës për zgjedhjet. Kontrolloni parat në banka nga Jaku i Ramës. Rama emëroi prefekt pasi i zhvati qytetarit 150 milion lek. Banda në qeveri nuk e arreston Altin Jakun, vetëm e pezullon. Monstra e Tiranës, 22 ditë në muaj jashtë Shqipërisë. Bilanci një muaj punë të veliajt me kaseta dhe udhëtime luksi. Pse heshti dje bashkia? Pse Rama largoi Fondi Monetar Ndërkombëtar para zgjedhjeve? Borxhet me rrugët, 24 milion euro. Rama nuk fton Mziu në takimin me lokalët. Nga Albana Vokshi botohet artikulli 400 mjek dhe specialistë të larguar nga Shqipëria. Nga Monitor, elitat në krizë, janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Integrimi e ndrit Brejmëllari me strukturët e LSI-s në Kolonjë. Politika e Lëvizjes Socialiste për Integrim, stabilitet dhe qëndrueshmëri për vendin. Sekretari i përgjithshëm, Lëvizja Socialiste për Integrim është një forcë politike e konsoliduar, e cila mishëron më së miri koherencën dhe besnikërinë ndaj interesit qytetar. Klajda Gjosha, integrimi i Ballkanit Perëndimor i shërben sigurisë së gjithë Evropës. Malt, takimi i ministrave dhe sekretarëve të shtetit për çështjet europiane. Agjencia Kombëtare e Mjedisit promovon regjistrin online për raportimin e ndotësve. Ministri i Mjedisit Lefter Koka i aksesueshëm nga çdo kush. Transparenca me publikun prioritet. Intervista, nënkryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Kejdi Mehmetej. Shqiptarët besojnë në projektin e LSI-s, politika jonë në shërbim të njerëzve të thjeshtë. Inspektim në stacionin e baktive të imta në Zap të Korçës, Edmond Panariti, vëmendje të veçantë rimëkëmbjes së stacioneve blektorale. Nga Mjallaj Totot Koçopollo botohet komenti me titull "Rinia midis politikës, sportit dhe kulturës". Flet drejtori i përgjithshëm i shërbimit të transportit rrugor Ylli Spahiu, taksat që falen për automjetet, procedura që duhet ndjekur dhe afatet. Ngrihet SME Albania, Instituti i Ndërmarrjeve të Mesme dhe të Vogla. Brunilda Paskali ofron të gjithë informacionin dhe shërbimet e nevojshme për sipërmarrësit. Janë titujt e faqes së parë të Gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, çështja e stadiumit, bllokada e Tiranës, Bashkia, presim shkresën e Partizanit. Bardheblut refuzojnë të hapin dyert rivalëve të përjetshëm. Reagon drejtoresha e sporteve në Bashki Edra Alibegaj. Kërkesa zyrtare e klubit të Kuq nuk më ka ardhur ende.
Testi me kombëtaren U21, Skënderbeu shkëlqen me Predeskun, por Salihi trem kampionët. Tirana, Mema, sulmuesit afrikan nuk kanë dhënë asgjë, të rinjt janë zgjidhja. Zyrtare, Teuta pa frena, firmos Progni dhe priten 3 të tjerë. Gjici, Muzaka nuk vjen, dua titullin. Presidenti Kuksit, Gjokës ja kompletova ekipin, pres fitore në Shkodër. Flamurtari, Idrizi, shpenzuam 6 miliard lek në 3 vite. Antarësimi, Kosova leksion serbëve, i mund edhe në kas. Peshngritje, Godeli, në Greqi në dopoi Luan Shabani. Sot ora 20:45, Juventus Milan, zonja do hakmarje në kup. Zikaltrit, rregullat e Piolit, Inter i ndryshoi prej gjuhës. Gjermani, revolucioni për Championsin, ja plani Bayernit. Futsal, Europiani, Shqipëria shpartallon Bullgarin. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoj regjin të transmetojë një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.